Prokuroria e posaçme ka dhënë pretence në lidhje me personat e akuzuar për dosjen e famshme Metamorfoza 2, ku të pandehur janë marrë shefi krimeve Dedan Gjoni dhe 5 persona të tjerë. SPAK i akuzon ata për sigurim të kushteve për të kryer vrasjen e vëllezërve Edmond dhe Arbenela, si dhe trafikimin e një sasie kokaine nga vendet e Amerikës Latine drejt Bashkimit Evropian. Të pandehurit e tjerë janë Ismail Zeneli, Bujar Gërmizi, Adrian Cenaj, Besmir Morati dhe Albert Prenga. Në pretensë, organi i posaçëm i akuzës kërkoi 69 vite burg për të 6 akuzuarit. Në rast se shpallen fajtor, ato do të përfitojnë ulje të 1/3 të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Në këtë dosje bënte pjesë dhe ish zëvendësdrejtori i policisë së Tiranës Erzem Breçani dhe zyrtarja e Interpol Tirana Jonida Babameto, por më herët SPAK shpalli mos kompetencë dhe dosja tyre i kaloi prokurorisë së Tiranës. Gjykata ka ndarë nga ky proces dhe personat e tjerë që janë ende në kërkim, mes tyre djali Erzem Breçanit, Eralbi Breçani, Ervin Mata, Artan Sulejmani dhe Bajram Grabova. Këta të fundit akuzohen për trafik droge në disa episode, sigurim të kushteve për vrasje, armbajtje pa leje, pastrim parash, grup të strukturuar kriminal apo nxjerrje të sekretit hetimor.